Specifikisht, zekati është të dhënit 1/4 ose 2,5% e pasurisë vjetore të paprekur. Ky adhurim u bë obligim në vitin e 2 të Hijretit para se të obligohej agjërimi. Në mënyrë të veçantë, zekati nuk është vetëm një ndihmë materiale, por është një adhurim i njëjtë ashtu si namazi, agjërimi apo haxhi. Në Kuranin famlar, zekati përmendet së bashku me namazin në 37 vende të ndryshme. Kjo normalisht që tregon rëndësinë e madhe të zekatit, një lloj me atë të namazit. Allahu i madhëruar na urdhëron duke thënë: "Wa aqimus salah wa ata'uz zakah warka'u ma'ar raki'in." Faleni namazin, jepeni zekatin dhe përulmuni mua bashkë me ata që më përulen kur falen. Një besimtar i cili konsiderohet i pasur sipas kritereve fetare duhet të jap zekat një herë në vit. Ai nuk duhet të harrojë se pasuria që zotëron i është bërë dhuratë nga ana e Allahut dhe si përgjigje falënderimi ndaj kësaj mirësie, ai duhet të jap zekatin e pasurisë që ai posedon. Dhe normalisht kjo është mirë të jepet në muajin e bekuar të Ramazanit. Ndërsa sadakaja e fitrit është lëmosha që u jepet të varfërve në muajin e Ramazanit. Dhënia e kësaj sadakaje është obligim për çdo besimtar që ka mundësi me e dhënë atë. Në lidhje me këtë, Ibn Abasi radiallahu an transmeton hadithin ku thotë: Profeti i Zotit e bëri detyrim sadakan e fitrit, si pastrim për agjëruesin për fjalët e pahishme dhe ushqimin për të varfrit. Prandaj, kush e jep atë para namazit të Bajramit, ajo është sadakaja e pranuar, e kush e jep atë pas namazit, konsiderohet si një sadaka çfarëdo. Prandaj zbukuroje edhe ti agjërimin tënd, duke praktikuar këtë traditë të bukur profetike me dhënien e zekatit dhe sadakas së fitrit.